Episodi vazhdon direkt pas dramës së plagosjes së Shebnem dhe e çon historinë në një nivel edhe më të tensionuar. Pas plagosjes me thikë dhe infeksionit të rënd, Shebnem është ende e dobët dhe në rikuperim. Ajo përpiqet të ruaj kontrollin edhe nga shtrati. Frika e saj më e madhe është që e vërteta të dalë në pa, ndërkohë që është e pambrojtur. Mesut nga ana tjetër, afrohet gjithnjë më shumë me të vërtetën. Ai vazhdon hetimet në mënyrën më agresive, fillon të zbuloj lidhjet e errta nga kaluara e Shebnem. Çdo detaj i ri e binte edhe më shumë që ajo fshet diçka të madhe. Por ndërkohë, konflikti i tij i brendshëm rritet. Ndjenja apo detyra. Ai nuk është thjesht një hetues, por edhe emocionalisht i përfshirë. Niazi bëhet kërcënim serioz. Personi që e plagosi Niazi nuk është dukur plotësisht. Shebnem përpiqet ta fshehë të vërtetën nga Mesut, duke sajuar një histori më të pranueshme, si një incident i rastësishëm apo një sulm pa rëndësi. Por problemi është se plaga është shumë serioze dhe e dyshimt. Infeksioni i lartë e bën situatën edhe më kritike. Sjellja e saj nervoze dhe e paqëndrueshme nuk e bint Mesut. Mesut që nga fillimi ka pasur intuit të fortë për Shebnem, tani fillon të lidh ngjarjet, siguron prova dhe të dhëna që afrojnë me të vërtetën. E kupton që ajo nuk është ajo që duket. Edhe pse Mesut është gati të shkojë deri në fund, disa faktorë mund ta frenojnë. Ndjenjat e tij për Shebnem, edhe pse dyshon, ka një lidhje emocionale që e bën të hezitojë. Gjendja e saj shëndetësore, fakti që ajo është e plagosur dhe në rrezik, mund ta detyrojë të tërhiqet përkohësisht. Rreziqe më të mëdha në lojë mund të dalin sekrete që prekin edhe persona të tjerë dhe e komplikojnë situatën. Manipulimi i Shebnem. Ajo është shumë e zgjuar dhe di si të luajë me njerëzit për të fituar kohë. Nga ana tjetër, marrëdhënia me Onur bëhet edhe më e ftohtë dhe e tensionuar. Mosbesimi edhe sekretet e thellojnë krizën në familje. Personazhe të tjerë fillojnë të dyshojnë dhe të përfshihen në konflikt. Në këtë episod, Shebnem kupton që nuk mund ta shpëtojë veten me gënjeshtra. Ajo fillon të marrë vendime të errta dhe më të rrezikshme. Loja e saj bëhet më agresive për të mbijetuar. Mesut është më pranë së vërtetës se kurrë. Bashkon copëzat e fundit të enigmës, fillon të ketë prova më konkrete kundër Shebnem. Nuk ndalet me, pavarësisht ndjenjave. Ai është në fazën ku vetëm një hap e ndan nga zbulimi i plot. Shebnem nuk mjafton vetëm me mbrojtje. Ajo fillon të sulmojë për të shpëtuar veten. Merr vendime të rrezikshme që mund të prekin të gjithë. Melisa vazhdon lojën e saj. Nuk të riqet as pak. Përpiqet të përshajë më shumë çiftin Shebnem Onur, luajti një rol kyç në përkeqësimin e situatës. Onur fillon të humbas besimin plotësisht. Dyshimet e tij kthehen në pikpyetje konkrete. Marrëdhënia e tyre rrezikon seriozisht. Ai ndjen që diçka shumë e madhe po fshihet. Momentet kyçe në këtë episod janë përballje të forta emocionale, sekrete që afrohen drejt zbulimit, vendime që mund të ndryshojnë rrjedhën e historisë. Nga ana tjetër është ndjenja e fajit të Mesut. Pas gjithë asaj që ndodhi, Mesut ndihet përgjegjës për gjendjen e Shebnem. Ai e kupton që loja me Melisën e ka përkeqësuar situatën. Vendos të bëjë një hap të guximshëm të përballet me Onur. Ky takim është shumë i rëndësishëm. Mesut kërkon të sqarojë disa gjëra. Onur vjen me dyshime dhe tension. Biseda fillon si e kontrolluar, por del jashtë parashikimeve. Ajo që duhet të ishte një sqarim, kthehet në një situatë më të ndërlikuar dhe të paqartë. Kthese papritur, pushimet. Në mënyrë surprizë, të katër, Shebnem, Onur, Mesut dhe Melisa përfundojnë duke shkuar bashkë për pushime. Një situatë që duket relaksuese në pamje të parë, por në fakt është një bombë me sahat. Tensionet nuk zhduken, përkundrazi, rriten. Afërsia fizike i detyron të përballen më shumë me njëri tjetrin. Sekretet bëhen edhe më të rrezikshme. Mesut fillon ta shohë Shebnemin jo vetëm si dyshuese, por edhe si një grua në rrezik. Shebnem, nga ana tjetër, përfiton nga kjo për të krijuar një afërsi emocionale. Mes tyre lind një tension emocional dhe ndoshta romantik. Pra, marrëdhënia e tyre mund të kalojë nga hetuese dyshuar në diçka shumë më komplekse dhe personale. Thelbi i kësaj pjese ishte pushimet nuk janë arratisje, janë përballje. Ndjenjat fillojnë të përzihen me të vërtetën dhe çdo moment mund të çojë një shpërthim të madh. Në këto pushime, Melisa shton provokimet.
nuk ndalet së luajturi lojën e saj, provokon hapur Shebnemin, mundohet të kontrollojë situatën duke përdorur Mesut dhe Onur. Ajo është shkaku kryesor i tensioneve gjatë pushimeve. Onur përballet me realitetin. Onur fillon të kuptojë që gjërat nuk janë normale. Dyshimet për Shebnem bëhen më të forta. Ai ndjen që po humb kontrollin mbi martesën e tij. Sekrete që rrezikojnë të shpërthejnë. E kaluara e Shebnem është gjithnjë më pranë zbulimit. Një gabim i vogël mund të shkatërrojë gjithçka. Presioni mbi të rritet në maksimum. Shebnem përballet me goditjen më të madhe. Onur do të ndahet, por ai nuk largohet thjesht. Ai është i vendosur të mos humbas fëmijët, çka e bën situatën edhe më të ashpër. Kjo e vendos Shebnemin në një betejë direkte familjare dhe ligjore. Onur bëhet më i fortë dhe i vendosur. Shebnem nuk ka ndërmend të dorëzohet. Konflikti mes tyre kalon nga emocional në strategjik dhe i rrezikshëm. Personat që kanë bërë biznes pas shpinës së Shebnem fillojnë të paguajnë çmimin. Shebnem tregon që nuk e fal tradhtin. Ajo përdor inteligjencën dhe fuqinë e saj për të goditur aty ku dhe më shumë. Këtu shohim një Shebnem më të ftohtë. Gjatë këtij episodi të ri, Shebnem mëson se Onur dëshiron të divorcohet, por ai nuk ka ndërmend të largohet në heqje, sidomos jo pa fëmijët e tij. Gymys Qyler do të paguajnë një çmim shumë të rënd për veprimet që kanë bërë pas shpinës së Shebnem. Shebnem ve planin e saj në zbatim dhe gjithçka që do të trondis ata. Onur, pasi mëson të kaluarën e Shebnem, e përzihet nga shtëpia dhe i bllokon llogaritë bankare. Ndërkohë, Shebnem mbetet pas një para dhe përpiqet të dalë nga situata e vështirë. Por lajmi që Aysel ka publikuar për te e çon edhe më shumë drejt shpërtimit. Ndërkohë, Izbanut është gati të përballet me Shebnem pasi ka zbuluar identitetin e saj të vërtetë. Mesut i cili arrinte trupi pa jetin e Yazit, fillon të dyshojë gjithnjë më shumë se vrasësja e Shebnem. Ndërsa Mesut detyrohet të bëjë një zgjedhje të vështirë. A do të arrijë Shebnem të gjejë një rrugdalje nga kjo situatë e rrezikshme ku është futur? Dhe këto janë sekretet e reja që dalin tek seriali Jeta ime e mrekullueshme. A mendoni se Shebnem e mori atë që meritonte, apo thjesht bëri gjithçka për të mbijetuar? Po Mesut, zemra apo detyra, dhe Onur, viktim apo fajtor? Si u duket ky serial deri më tani? A mendoni se është një serial interesant për t'u parë? Na shkruani mendimet tuaja në komente.